gjuhën e zotit Rama në raport me UÇK-n edhe me këtë protest. Po t'i vini re me kujdes, të gjitha postimet e tij kanë pasur vetëm një emër, që është kryefjalë e gjithë historisë UÇK-s sipas zotit Rama, që është emri Hashim Thaçi. Unë nuk e kam parë zotin Rama që të bëjë një postim qoftë edhe për Kadri Veselin, bashkëpunëtorin e tij ngushtë, as për Recep Selimin, një nga njerëzit i cili duhet thënë që në kohën kur kërkohej vota në parlament për gjykatën speciale ishte ndër më të zëshmit kundër kësaj vote. Madje kemi edhe pamje që i thotë. Po të ndërhyj prapë të imazhe shumë rëndësishëm. Edhe në fillim ishin 4 personazhet, 4 drejtuesit e UÇK-s, siç e shohim aty në skenë. Dhe pastaj protesta është mbyllur vetëm me portretin e Hashim Thaçit aty pas. Pra, simbolika është e fortë. Djali Hashim Thaçi që ishte vënë krah të Tauland Ballës, që ishte, po themi, figura më rëndësishme politike e Partisë Socialiste në atë protestë, për fisë vërtetës ta mirë kuptoja protagonizmin nëse ta kishte pasur Pandeli Majko, që ka qenë kryeministër i luftës, apo dikush tjetër, Tauland Dedja, që mos gaboj ka qenë një ministër mjaft aktiv, i zhvendosur asë kohë për muaj me radhë në Tropoj, apo personazhet e tjerë kyçe, ndërsa për Tauland Balla nuk ditë ketë pasur në rol në kohën e luftës. Ndoshta mund të ketë qenë dhe student në Rumani,